Opozita e bashkuar vazhdon thirrjet e saj për rrëzimin e qeverisë me dhunë. Në emër të këtij grupimi, avokat Spartak Ngjela tha sot në protestën e radhës në Durrës se shqiptarët duhet të shkojnë të gjithë në Tiranë, nëse deri më 20 janar Berisha nuk pranon të hap kutitë e materialeve zgjedhore. Do t'i bëjmë ultimatum. Në rast se deri në datën 20 janar nuk je përgjigje pozitive për atë që ka propozuar vetë, për hapjen e kutive dhe kontrollimin e materialeve votimit, të gjithë të Tiranë do t'ja marrin e zor. Të gjithë të Tiranë bashkë të Tiranë gjithë. Ultimatum deri në datën 20 janar. Ka kohë dhe 30 ditë të mendohet mirë. Bile po t'jetë pak i mençur me këtë ultimatum, as festën e 23 nuk do të bëj. Ndërkohë, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama mohoi meritat e qeverisë për liberalizimin e vizave me vendet e hapësirës Schengen. Një qeveri që krenohet me heqjen e vizave dhe që kujton se mund t'u hedhë shqiptarëve hi syve për të vërtetën e thjeshtë se heqja e vizave është një projekt europian dhe se vizat i hoqi Europa, ndërkohë që Saliu e la Shqipërinë pas derës së Europës, duke bërë që t'i refuzohet statusi i kandidatit për Bashkimin Evropian dhe duke bërë që Bashkimi Evropian mos t'i çelë negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Europë. Sipas Ramës, sot Shqipëria është e pashpresë dhe akoma më e varfër do të jetë nëse populli nuk rizgjedh një qeveri e cila do të jetë në varësi të tij.